Diktatura më e egër e Europës kemi qenë. Dhe këto janë prindër, fëmijët e tyre. Jo, që kemi qenë, jam dakord, po them. Po ja pra ti themi të vërtetat tu. Pretendojmë që jemi demokraci tani, në tranzicion që zgjat pafund. Jam shumë dakord që pretendojmë. Pretendojmë edhe që jemi shtet kushtetues. Po ama ky parlamenti, kjo Partia Socialiste hedh poshtë vendimet e gjykatës kushtetuese apo jo? Kur i çoj vendim gjykatës kushtetuese, ta hodhën poshtë. Ju duket shtet kushtetues dhe demokratik? Jo më jo, ti themi qartë, jemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës, kjo është e vërteta. A mund të rrshkasim në diktaturë? Po më po, e kemi kemi qenë 45 vjet. Po më kanë dështu prindrit tanë, gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë, dështuan. Ne po presim marrim pasaportën europiane ti na çon në diktaturë. Po patjetër mos aty je. Dhe tragoi Bashkimi Evropian dhe tha me zgjedhje të këtij niveli nuk futesh në Europë. Folën qartë ata. Se raporti ose BE-dirit kush ta sjell? Nuk bëhet këtu ke lagja jon. Ne prandaj I marrim. Janë vëzhgues ndërkombëtar dhe janë diplomat nivelit të lartë. Dhe sot për sot, me drejt pyetët ju, ku janë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk kanë folur ende. Kjo është e vërteta. Pra ka një vonesë. Kemi dhe ambasadorën këtu, ndoshta lidhet me këtë vonesë apo? Nuk kanë email, nuk funksionon email nga Departamenti I Shtetit. Atëherë sipas jush, se po vonon përgjigje? Unë di që po vonon. Po mos lidhet me lobimin tuaj, se keni paguar gjithë ato para? Unë di që po vonon. Dhe vonesa është mesazh në vetvete. Kur dikush të vjen vonë, edhe ndasëm qoftë, po t'jep një mesazh. Dhe në këtë rast, mesazhin do ta shohim si do jetë, se do vi më herët avon, do vi, jemi shumë konkret, nuk është se do vi mesazh ndonjëherë, do vi një mesazh. Po vonesa është e qartë. Ju kujtojmë 2021-shin, akoma s'kishte marrë numërimi. Mirë, po ishte ambasadori atëherë. Po mirë pra. Po është, pse mendoni ju se ambasadori bën gjëra pa I thënë Departamenti I Shtetit? Një punëtor I Departamentit të Shtetit është. Çdo një ka një shef nga sipër. Apo jo, po ju keni thënë edhe kryetari juaj që ajo vepronte me kokën e vet se ishte lidhur me Edi Ramën e me majorancën. Duhet ftoni njerëz tjerë. Unë flas çfarë mendoj unë. Dhe në 2021 unë s'kam qenë politik fare ndër tjera. Se kem pas halle tjera më të mëdha. Unë di këtë gjë, ka një vonesë. Vonesa flet. Janë bërë shumë ditë që kur janë bërë zgjedhjet. Dhe rëndësinë që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet gjeopolitike tonat janë me shkallë, me shumë zero më të larta se sa çdo shtet tjetër. Kjo është e vërteta. Ne kemi patjetër partner strategjik dhe Italinë, dhe Gjermaninë, dhe Anglinë, dhe Francën, me radhë. Po Shtetet Bashkuara të Amerikës janë parat. Mirë, patjetër. Dhe ne e dim këtë gjë. Përmes heshtjes, ato po përdorin heshtjen shurdhuese. Pra duke mos u shprehur, gjithë jemi. Imagjinoni sikur unë tash të risha 20 sekonda pa fol këtu. Mirë, mos është kjo sepse kjo vonesë sepse kanë halle më të rëndësishme ata dhe nuk është se na kanë apo vlen ky si argument. Okej, në rregull, ju shifsi u vut siklet se unë s'fola 20 sekonda. Amerika s'ka fol 10 ditë. Për 20 sekonda vjen në siklet. Kjo është realiteti. Respekton procesin të zyrtarizohet. Jo, se nxitim është ai prit të zyrtarizohet, maturi është kjo. Procesin e kemi pas shumë qartë se si kanë uru shtetet e tjera kur kanë pas zgjedhje, se kanë pas shtete të tjera zgjedhje. Më përpara, apo jo, para nesh. Nuk është se jemi të parët ne që kemi bërë zgjedhje. Kanë protokolle ato, është si puna festave. Vjen një festë, dim që është filan datë, filanori çojmë një mesazh. Tani për këtë po them. Ka njerëz që mendojnë se ne kemi detyrë se mbarohen. Patjetër që është detyra jonë që të bëjmë këtë punë ndërkombëtarizimit, pra të shkojmë të shpjegojmë problematikën dhe të bëjmë kuptues se ku po rrëshqet shteti jonë. Po. Kjo është e vërteta. Shteti jonë po rrëshqet gjithmonë më poshtë. Dhe këtë e dinë gjithë. A mund të dështojmë? Po më kanë dështuar dhe breza të tjerë përpara, kur rrëshqitëm diktaturën e gjysmë shekullin e jetëm aty. A mund të po mund ndodhi edhe prapë? Patjetër që mund ndodhi edhe prapë. Ço kujtoni që historia nuk përsëritet, por historia përsëritet, sidomos kur harrohet. Dhe kjo ama, ne nuk duhet ta bëj që me logjikën o dorëzohem ose me detyrisht duhet t'ja dalim, duhet veprosh. Pra njerëzit që kanë mendime, se më bëte një pyetje shpar, ku është i unë thash kush është mbështetja nga njerëz, duhet t'i kthejnë dhe në veprime. Mos mendojnë që bin nga qielli të drejtat. Të drejtat merren me forcë, fitohen me forcë, por dhe mbrohen me forcë, se ti merr tjetër drejtat prap mbrapsht. Në vetë logjikën e drejtave ne kemi bërë një gabim të madh. Kujtojmë se drejtat janë një pasuri e cila ndodhet në ajër, si oksigjeni, që është aty, është e mirë qenë,
kanë bërë luftra baballarët tanë, gjyshrit tanë për t'i mbrojtur ato drejta. Nuk kanë ardhur drejtat vetë. Drejtat janë mbrojtur me gjak, me djers, me lodhje, me punë. Prap duhen mbrojtur drejtat. Mund të rrshkasin, po mund të rrshkasin prap sepse ky brestu nuk është më për të mbrojtje të drejtave. Kush doli kur fillon çështjet e prindit 1, prindit 2? Kush doli? Kush doli për shtatzanin surrogate? Shumë pak njerëz u diskutojshin. Kush doli kur na hikun 1 milion njerëz neve për Shqipëria? Kush doli kur u arrestu një deputet sepse tha që vllai i ministrit brendshëm është i dënuar për narkotrafik? Nëse ne nuk reagojmë, mbesim në apati dhe kemi një arrati të të rinjve dhe një apati të të vjetërve, apatia mund të rrshkasësh pranë diktaturë. As diskutohet fare. Ama ne do të qëndrojmë kundër kësaj. Unë personalisht dhe kushdo me mua. Por nuk funksionon nga kafja kjo gjë. Nuk funksionon nga shtëpia kjo gjë dhe thjesht me dëshirën e mirë. Do veprim, do aktivizëm, do të dalësh aty në radh parë. Nëse nuk bëhet kjo, ne të gjithë rrshkasim bashkë. Ne mund të bëjmë sa të mundemi. Po mund mos t'ja dalim, ama qëndruan për disa vlera. Sepse në fund fare ditë do kthehemi në shtëpi, do shihemi pasqyrë dhe do themi e kishe një mundësi në dorë, pse nuk e hodhe atë gur? Pse se përdore? Ka shumë njerëz që kanë mundësira dhe nuk i përdoren. Unë nuk e di si ndjen me ndërgjerjen e vet. Dua të pyes pak shkurtimisht se ma devijove pak më herët. Si e lexove ti votën tënde? Mbështetje patjetër bio. Vot bio, nuk kam unë as vota të blera, as vota grupazhesh caktuara, të konjunkturave të caktuara, nuk kam as vota oligarkësh me vete, është votë qytetare, puro, e thjesht. Jo, si e lexove them, patjetër që e tillë është. Po kështu pra si ta lexoj ndryshe. Nëse ju doni ta dini. Ka një mesazh vota. Për te po të shkruajmë mesazh ke votë, dinte votë e pavlefshme, po. Po jo, besoj që ti një mesazh politik e merr me këtë lloj vote. Me votën ne marrim numrin e njerëzve që e kanë atë ide, po themi, atë ide të përgjithshme, që kanë nevojë për një rioksigjenim dhe një rihapje të Partisë Demokratike. A pra? Patjetër. Pra morëm kuantifikim, po jo sa ata nuk e thonin përpara. Që ishte shumë e qartë, ky është diskurs shumë i hapur. Pra çdo lloj force, si çdo lloj biznesi, si çdo lloj organizaci, si çdo lloj familje ka nevojë të ripërtërihet. Ka nevojë të xhirohet, të ciklojë. Është normale se kjo është jeta. Pra nuk është asgjë e çuditshme kjo. Ka një cikël për gjithçka. Edhe ne maksimalisht do japim maksimumin ton për X kohë. Dhe më pas do japin sa të tjerë maksimalen e tyre. Ne do duhet t'i ndihmojmë ato. Po ndjen ndonjë përgjegjësi ti për të shkuar pak më përtej për të prekur, po themi, territorin e leadershipit, vendimarrjes në PD për ta shndruar këtë forcë në alternativë të shëndosh për të kryer sa më shpejt rotacionin që dëshirojnë demokratët. Që nga pozita, po themi, në organigram më të ulta, se kështu është. Që në pozita në organigram më të ulta, unë po mundohem ta bëj këtë. Nuk do isha këtu duke fol me ju nëse do ishte e kundërta. Do kisha gjithë në cepin tim dhe unë diku si shumë tjerë. Po dakord, po jo të flasësh edhe me korrektësi, me diplomaci, brenda kornizës, me shumë etik. Ndonjëherë ka momente të rëndësishme që të thret nevoja për te vetes, për të bërë një mision ndoshta që e kërkon në këtë rast Partia Demokratike për gjendjen në të cilën ndodhet, të dalësh për te kornizës tënde, për te sa të takon apo sa i votuar ndoshta. Më kupton çfarë duhet të them, besoj apo? Po, të kuptoj, po kam frikë që s'po më kupton as mua. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë është diçka kyçe. Gjërat që funksionojnë nuk ka nevojë për analizat më tejshme. Kur funksionon, funksionon. Metoda ime të bërjes punës funksionon. Shkon, jep frutin e vet. A mund bëhet dhe më mirë, është pyetja juaj. Hajde analizojmë bashkë. Por kjo jep frutin e vet. Ndryshe siç mendonin sa të tjerë. Jo, duhet më agresive fushata, duhet më fort, duhet edhe më Jo, unë nuk e mendoj atë, nuk e besoj atë. Unë mendoj që na ka ardhur më të hunës ajo lloj pune. Unë mendoj që ne kemi nevojë për gjëra më bio, gjëra më të qarta, të flasim më me këmbë të tokë. Nuk ka njeri që don zhurmë. Ka, po jesh pakic. Jo, mos e bëj me zhurmë ti, vendimarrjen, aktin, e guxim shumë bëje qeti, s'ka lidhje. Po akti ky është. Shkosh dhe të propozohesh listë hapur, nuk është akt i paguximshëm, se shumë tjerë nuk guxon ta bëjnë këtë. Shkon në çefën mbas
Zgaxojit ky moment u kry. Tani, për te i kësaj dhe mu. Pra ju doni çdo 3 ditë nga një akt. Funksionon kështu politika. Pra ne kemi procedura dhe kemi qasje. Fakti është që neve akoma s'kemi marru mirë pjesën e votimeve të 11 maj dhe kërkoj direkt akti tjetër. Unë kam prej 10-orit deri tash në maj në fushat. 6 muaj. Se kishim dhe primare, kemi fushat dhe për primare. Ja 3 muaj aty, pas e 3 muaj mrapa. Ky është realiteti. Ne jemi në mënyrë të vazhdueshme në terren. Unë të paktën. Po mendoj edhe disa prej kolegëve të mi. Dhe veprimin ne bëjmë për ditë në takimet tona individuale apo me grupe të vogla, dita ditës, nga mëngjesi deri në darkë. Patjetër ka një intensifikim më të madh gjatë fushatës dhe një vëmendje më të lartë mediatike aty, se aty është dhe kuantifikimi, pra korrja, po themi e rezultatit, po kjo punë s'ndalet. Pra unë pasi të marrë këtu do vazhdoj takimin e radhës, kam mbaruar zgjedhjet, po vazhdoj prapë takimin e radhës. Pse e bëjmë ne këtë? Pikërisht për të çuar atë ide në fund, për të kuptuar që neve kemi diçka që na lidh të gjithëve. Dhe na lidh një ide se si neve, e mendoj unë paktën, kjo është ideja ime, si ne mund të krijojmë këtu një ambient përshtatshëm që kalamajt tanë të rriten këtu. Mos na ikin, mos i shohun në WhatsApp kalamajt, nuk duan plakën vetë. Unë du t'i kem këtu. Dhe kjo ndodh vetëm nëse ne ngrejmë këtu një Shqipëri ku këta ta shohin të ardhmen e tyre në Shqipëri.